Tensioni mes Labit dhe Albës arrin një kulm tjetër. Dita është e ngarkuar me debat dhe emocion, dhe banorët e tjerë ndjejnë energjinë e fortë që përshkon ajrin. Labi afrohet pranë Albës me një shikim serioz, të vendosur dhe pak të ashpër, ndërsa fjalët e tij janë të drejtë për drejta dhe nuk lënë vend për keqkuptime. Ai nis debatet duke i thënë Albës se ajo po përdoret keq dhe se nuk po e kupton situatën në të cilën ndodhet. Fjalët e Labit janë të qarta dhe të drejta. Ai i thotë se Alba është bërë si një goma rezerv helimit, duke treguar se sipas tij, ajo nuk po merr respektin që meriton dhe po shfrytëzohet nga situata. Të gjithë ndihen të tensionuar, sepse fjalët janë të ashpra, por të mbushura me emocione dhe shqetësim të vërtetë. Alba përpiqet të përgjigjet, por ndjenja e padrejtësisë dhe mënyra se si Labi i thotë gjërat e bën të ndjejë një përzierje mes zemërimit dhe turpit. Labi nuk ndalet këtu. Ai përshkruan se si Limit ka shfaqur sjellje që nuk janë të drejta ndaj Albës, duke treguar se nuk është thjesht një problem i përkohshëm, por një model që është përsëritur. Ai e paralajmëron Albën që të mos lejojë që të përdoret dhe i thotë se duhet të tregojë forcë dhe karakter, sepse ndryshe do të mbetet gjithmonë në këtë rol të pabarabartë. Tensioni rritet ndërsa Labi flet me ton serioz dhe vendimtar, dhe Alba ndjen peshën e fjalëve të tij. Ajo kupton se Labit nuk i intereson vetëm të debatojnë, por edhe të zgjojë ndërgjegjësimin dhe të tregojë sa shumë situata mund të ndikojnë negativisht mbi të. Debati zgjat për disa minuta, me heshtje të shkurtra dhe shikime të forta që thellojnë tensionin. Banorët e tjerë ndjejnë çdo fjalë dhe disa përpiqen të ndërhyjnë, por energjia e dhomës mbetet e përqendruar te Labi dhe Alba. Çdo fjalë që del nga Labit është e mbushur me shqetësim, mllef, por edhe një lloj kujdesi të fshehur, sikur ai dëshiron të ndihmojë Albën të kuptojë vlerën e saj. Alba ndjen një përzierje ndjenjash, turp, zemërim dhe pak keqardhje për mënyrën se si i është trajtuar. Ajo kupton se Labit i intereson e ardhmja e saj dhe që ajo të mos lejojë që të vazhdojë të përdoret. Ky moment emocional zgjas për disa minuta, duke përfshirë heshtjet, shikimet e gjatë dhe reagimet e ndryshme emocionale që tregojnë sa i rëndësishëm është momenti. Në fund, mes tensionit dhe diskutimit të gjatë, mesazhi i Labit bëhet i qartë. Alba nuk duhet të lejojë që të përdoret, duhet të tregojë karakter dhe të mos mbetet e varur nga emocionet e situatës. Debati mes tyre shfaq emocionet e papërpunuara dhe situatën komplekse brenda shtëpisë, duke e mbajtur publikun të fokusuar për më shumë se 5 minuta. Ky moment tregon marrëdhëniet e ndërlikuara, konfliktet dhe emocionet e forta që ndodhin brenda shtëpisë dhe e bën episodin të gjallë dhe të mbushur me tension.